Ballkani Dugaxhini, minuta e 13, anulimi i gollit për FC Ballkanin. Lojtari i Ballkanit me numër 28 pengon mbrojtësin e Dugaxhinit me numër 20, i cili ka mundësi të arrijë te topi, vendim i drejtë i referit. Minuta e 50. Gjyqtari në fush nuk akordon penalti, referon goditje të lirë, por vari intervenon dhe shihet që dora e lojtarit të Dugaxhinit është brenda zonës së 16 metrëshit dhe referi akordon me të drejtë penalti, pra vari intervenon me të drejtë. Allapi Ferizaj, minutë 27, penalti e mundshme, por është një mbajtje e lehtë për Fanele, jo mjaftueshëm për penalti. Sipas udhëzimeve të UEFA-s, nuk referohet penalti. Ndeshja Prishtina Re Xhelani, minuta e 83, lojtari me numër 13 i Prishtinës së Re luan me dorë, referi akordon penalti dhe me të drejtë e ndëshkon me kartonin e dytë të verdh, ku pason kartoni i kuq. Kjo ka qenë prekje e qëllimshme e topit me dorë. Prandaj edhe ndëshkohet me kartonin e dytë të verdh që pason i kuq. Ndeshja Drenica Prishtina, minuta 30, penalti e mundshme për Drenicën, gjyqtari në fush nuk akordon penalti, vari intervenon, gjyqtari akordon penalti. Shihet lojtari me numër 4 i Prishtinës godet këmbën e lojtarit të Drenicës me numër 23, gjyqtari në fush nuk akordon penalti, intervenon vari dhe akordohet penaltia me të drejtë.